Sot do bëj një make-up me ngjyrën jeshile. Mundojmë të bëj diçka ndryshe, pra nuk do miksoj ngjyrat me kafen ose me rozën, siç jam munduar që t'i miksoj që të dali pak më i butë si make-up, por do përdor vetëm ngjyrën jeshile. Kjo paleta këtu është zemra ime, shpirti im. Kjo e di çka hequr ka shkof me mua. Dhe do të bëjmë disa nga ngjyrat jeshile, do të bëjmë disa përzierje ngjyrash dhe tani do fillojmë direkt. Tani do fillojmë me një ngjyrë jeshile që nuk është shumë e fortë, pas shumë e lehtë, dhe do të bëj komplet bazën e syrit, duke e përhapur në të gjithë syrin në mënyrë të njëtrajtshme. Do duket shumë si ezbet, po kështu dua që të duket, sepse do filloj ezbet e errët derisa të duket ashtu si dua unë. Tani që syri duket kështu, do të marr një ngjyrë paka shumë të tillë, që është si jeshile fosforescente, po nuk është fosforescente, dhe do ta kaloj përsëri në të gjithë syrin, që të filloj të ngrohet pak ngjyra, sepse është jeshile shumë e ftohtë. Tani, do të marr një ngjyrë jeshile në këtë ngjyrë, dhe do të thënë ju thash që do bëjmë vetëm ngjyra jeshile, asnjë lloj ngjyre tjetër, përveç penelit të zi, dhe do ta vendos tek pjesa e syrit këtu poshtë, pra do ta vendos në të gjithë pjesën këtu dhe do mundohem ta tërheq përsipër. Tani ngjyrat përhapen shumë herë më mirë me dorë dhe unë do ta vendos kështu, vetëm nga këtu dhe këtej. Mos u shqetësoni fare për këtë rrëmujën këtej, sepse do pastrohet. Dhe pjesën që ka ngelur këtu sipër do ta sfumoni me forcë, jo këtej, vetëm këtu sipër, që këto të bëhen të bashkohen së bashku. Duket shumë si rrëmuj dhe nuk duket fare bukur tani, por në momentin që do bëhet peneli, do vendosen dhe sherpikët, do dalë syri shumë i kompletuar. Ndërkohë unë thjesht po mundohem të bëhem pozitive, sepse nuk e kam idenë se si do dalë si make-up. Është thjesht po e shpik nga mendja ime. Tani tek pjesa e përparme e syrit kam miksuar një ngjyrë mente me një ngjyrë të verdhë dhe do ta aplikoj në këtë mënyrë vetëm tek pjesa e përparme e syrit që të bëhet lidhja e të gjithë syrit, pra të duket si jeshile e lehtë deri në jeshile më të errët. Unë kam vendosur këtë ngjitsin dhe do bëj penelin, ndërkohë syrin poshtë nuk e kam pastruar. Dhe do të bëj penelin. Këtë pjesën poshtë penelit, fiks poshtë penelit, do ta pastrojmë, si dhe njësoj në anën tjetër. Tani unë do bëj pak bazën e make-upit, se pothuajse gjithmonë njësoj e bëj, dhe pastaj do vazhdojmë përsëri që të kam vendosur të gjitha çfarë më duhen, dhe tani do bëj një penel shumë të hollë këtu tek pjesa e përparme e syrit, po do mundohem që mos ta afroj deri shumë këtu, se nuk më pëlqen aq shumë, po thjesht do ta bëj pak si me cep. Tani pasi e bëra cepin e syrit, do të marr pak ngjyrë jeshile me një furt dhe do ta vendos fiks sipër penelit. Me ngjyrën jeshile që kam përdorur te pjesa e sipërme e syrit, do ta vendos këtu. Kam vendosur çerpik të ndryshëm në të dy syt. Po më pëlqen më shumë ky, se më duket syri më i ngritur. Kështu që do ta heqim këtë. Dhe do vendosim direkt tjetrin. Tani për buzët unë do bëj pa konturin me një laps të errët. Dhe në mes të buzës po vendos një laps që se kam idenë është fshirë komplet. Dhe rezultati është ky. Shpresoj shumë që make-upit ju ketë pëlqyer dhe mos harroni të bëni like dhe follow.